Përshëndetje të nderuar, rruga drejt e enjte bashkë me ju edhe sonte. Maqedonia, si duket, do futet në krizë politike pas gjithë asaj që ndodhi me rezultatet zgjedhore. Opozita përfundimisht mori vendim që të mos merr mandatet, ndërkohë që Gruevski do ketë vështirë të funksionojë në këtë formë, edhe pse ka filluar tani më negociatat me Bashkimin Demokratik për Integrim për formimin e qeverisë së re. Për diskutuar mbi këtë temë dhe si njerëzit nga rajoni, Shqipëria dhe Kosova i shohin zhvillimet në Maqedoni dhe çfarë ndodh me legitimitetin e votës shqiptare këtu, unë kam ftuar 3 mysafir. Me mua sonte është zoti Adi Nurollari, është opinionist dhe njohës i mirë zhvillimeve këtu në Maqedoni. Është zoti Sami Neza, opinionist nga Tirana, gjithashtu njohës i zhvillimeve në Maqedoni dhe besoj ndjekni kohën e fundit pak më tepër, po edhe më herët. Dhe është zoti Naim Rashidi, analist pak më gjerë për zhvillimet në Ballkan dhe shpesh e shohim në Maqedoni dhe shkruani, besoj dhe raportoni për atë që ndodh këtu. Mirë se edhe gjithë këtu dhe fillimisht do ju kisha dashur të ndëgjoj nga ju si i pat këto rezultate zgjedhore në Maqedoni dhe çka mund pritet. Po, rezultati është i pritshme, është vetëm i thellimi i rezultateve të zgjedhjeve lokale, kështu që pak a shumë nuk ka ndonjë surprizë të madhe. Unë madje po prisja që të kishte një lloj procesi zgjedhor më agresiv, duke patur parasysh klimën konfliktuale që ka pasur në Maqedoni në vitin e fundit, një vit e gjysmë, po themi, që ka pasur edhe një acarim të theksuar, por rezultati i zgjedhjeve dhe procesi zgjedhor nuk ishte aq keq sa që mësuar të shikojmë në Maqedoninë herët e kaluara, kështu që është një lloj ngushëllimi në atë aspekt. Ajo që është shqetësuese është se këto zgjedhje nuk ka dhënë zgjidhje problemeve të Maqedonisë. Këto ishin zgjedhje pas zgjidhje, sepse klima konfliktuale po trashëgohet, pra në vend që të zgjedhjet të sillnin në një lloj normalizimi të jetës politike të Maqedonisë dhe zhbllokimit të proceseve shumë të rëndësishme që Maqedonia i ka lënë pezull, që janë ajo e integrimit në NATO dhe vijimi në procesin e integrimit evropian, to kanë bllokuar dhe me sa duket ky lloj trashëgimi vetëm e çon një lloj ngërçi shqetësues, sepse Maqedonia është një rast shumë i veçantë edhe sugjerisht në lloj të vet, pasi është dhe mundësia për pasur këto integrime shumë e herët, por për arsye të politikës së brendshme, ku zakonisht vendet e tjera të rajonit ka një konsensus të plot për këto integrime, të pikërisht për mungesë të konsensusit edhe të klimës së brendshme, këto integrime janë bllokuara dhe kjo neve si shqiptar, kudo që jemi, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, na shqetëson sepse neve shohim realizimin më së larti të drejtave të shqiptarëve dhe përmirësimet e cilësisë dhe standardit jetës së tyre, pikërisht nëpërmjet integrimit në NATO, që do mundsoj garantimin e sigurisë së shqiptarëve këtushëm, dhe integrimin në Bashkimin Evropian, që do sigurojë drejtat edhe cilësinë e jetës. Ne shikojmë me shqetësim Maqedoninë, se shikojmë që jo vetëm kjo rrugë është bllokuar, por shikojmë herahërës nga shkupi disa flirtime me lindjen, disa një lloj marrëdhënie që intensifikohet me Beogradin, shikojmë po themi një lloj koketimi me një lloj solidariteti slav. Shikojnë edhe nga Beogradi dhe Beogradi do ecë shumë. Absolutisht. Edhe ne kemi të freskë, sidomos shumë më keq se Beogradi. Edhe ne kemi një lloj freskie, sidomos tani që shikojmë edhe Ukrainën, në fakt, problemin e brendshëm, shikojmë se si kjo situatë e Ukrainës tashmë po transferohet në një tension të brendshëm edhe në Moldavi, ku kemi Transnjestrin si që po angazhohet e përpiqet të krijojë një skenar të ngjashëm me Krimen. Dhe kjo na bën shqetësim se neve si shqiptarë donim që Maqedonia tashmë të ishte pjesë e kësaj ambrellës së madhe të NATO-s dhe shqiptarët ishin mjaftueshëm të akomoduar në këtë shtet duke pasur maksimumin e garancive. Kjo situatë në limbo, një lloj zombi që është krijuar me këtë shtet, një lloj gjë gjysmake na shqetëson edhe e përcjellim me keqardhje, por edhe me ankth në fakt. Natyrisht edhe nga Shqipëria ka një vëmendje ndaj zhvillimeve në Maqedoni, edhe jo nuk pritet vetëm në raste zgjedhjesh që kjo vëmendje të jetë fokusuar, po edhe më përpara edhe në raste të tjera. Sidomos tani këto zgjedhje vërtet kanë tërhequr vëmendjen edhe në politikën shqiptare, po edhe tek opinioni shqiptar. Natyrisht që është shpritur mirë avancimi me 2 deputet krahasuar me legislatorin tjetër të partive politike shqiptare në Maqedoni, çfarë do të thotë se po i afrohet ka një parafrim të territorit politik me territorin demografik në fakt të shqiptarëve në Maqedoni, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Dhe mendoj se është një kontribut i avancimit që ka patur
BDI-a në numrin e deputetëve në Parlamentin e Maqedonisë. Për herë të parë ndoshta këto 2 vitet e fundit shohim se ka një lëvizje të shqiptarëve përtej trojeve të bërit politik, përtej trojeve etnike të bërit politik. Do një dalje prej politikës shqiptar me shqiptar tek një politik e cila përmbledh çështje, përmbledh problematika dhe pak më të mëdha që ka përcjell zgjidhjet vetëm ndërmjet shqiptarëve, duhen debate ose duhen artikuluar debate edhe me maqedonësit. Dhe kjo duket se ka ndodhur qoftë në zgjedhjet lokale të vitit kaluar, por edhe në zgjedhjet parlamentare të këtij viti. Them se politika shqiptare ka filluar në Maqedoni, ka filluar të punojë brenda skemës së një shteti dhe jo thjesht brenda skemës së një nacioni, natyrisht pa lënë pas dore edhe nevojën për të kontribuar nacionit po aq shumë sa skemës politike si shtet. Rezultati i zgjedhjes si rezultat është investim disa vjeçar i politikës dhe partive politike që kanë qenë pushtet. Kështu që nuk na befason. Edhe pse në situata caktuara në veçanti me PDSH-n ka një rënje drastike në territoret atje ku kontrollonte zgjedhjet lokale para 3-4 viteve dhe tregon një koncentrim edhe të votës së qytetarët me të mirat apo të këqijat e veta. Natyrisht se duhet theksuar se zgjedhjet ishin relativisht të mira, pavarësisht të gjeturave që do të reflektojnë, po këto të gjetura janë shumë të përrafshtër dhe ndërlidhen ngushtë me modalitetin e qeverisjes si media, në çështjen e media gjyqësore, pavarësisë institucioneve të pavarura, agencioneve të pavarura dhe kështu. Po ajo që është më rëndësi të themi ishte një test, një pjesë e testit të kaluar, por që ta themi se zgjedhjet bëhen për ndërtuar një proces të ri politik apo për të krijuar një situatë të re politike apo zgjidhur një krizë politike. Dhe kjo të shohim tani se këtu rezultati i zgjedhjeve dhe formimi i institucioneve a do ta zgjidhin, do të vendosin shtetin në një situatë të re, që për thirr të vërtetës në vendet e rajonet po ndodh. Zgjedhje pas zgjedhje po krijohen situata të reja me tempo të ulët po ndodhen ndryshime, ndërsa në Maqedoni kemi një situatë ku tani na duhet një ndryshim, që për ndryshe jemi adaptuar nga situata e një status quo të thellë për shumë çështje. Jemi edhe duke qenë sinqer se jo gjithçka ndodh me fajin e Maqedonisë, por me që tani pa parë parasysh se nga është burimi i krizës, është krijuar një situatë krize brenda vendit, me të cilën këto elita politike, këta lider politik do duhet ballafaqohen sa më herët aq më mirë, sepse do të mbetet rajoni mbrapa. Në të gjitha raportet ndërkombëtare, Maqedonia është shembull jo i mirë në rajon, mos them shembull i keq, si nga aspekti i qeverisjes, i lirisë së lëvizjes, i medias, i lirisë së gjyqësorit, i çështjeve tjera, por në veçanti që këto vitet që është bë pengesë e madhe për këto vitet e fundit, që duhet të tërheqim këtë sa më lart, është që në raportet e Kombeve të Bashkuara, ku bëhen analiza për mundësi gjenocidi, të cilat nuk janë publike, Maqedonia radhitet ndër vendet më të rrezikuara në Evropë. Unë me që mirëm në Maqedoni me shumë kohë dhe shpesh, nuk e shoh ende që jemi në situatë ku marrëdhëniet ndëretnike kanë skaluar në atë shkallë ku mund të paralajmërojmë për situata konfliktuoze, megjithatë raporte të tilla kanë konfliktuar situata të mundshme konflikti ndëretnik. Prandaj kjo fazë, këto 4 vite të ardhshme, sot edhe i thash miqve të mi në qeveri që janë ndoshta faza më e vështirë, mu për faktin se në këto 2 vitet e fundit vendet e rajonit tjera, përveç Bosnjës, kanë bërë disa hapa, apo fqit e Maqedonisë kanë bërë disa hapa ku kanë të kaluar krizat edhe më të vështira se sa marrëdhënia maqedone-shqiptare. Këtu apo marrëdhënia maqedone-bullgare, po mbetet shohim se si do të kalojmë çfarë situate të reja institucionale do të jemi në muajt e ardhshëm. Ne fatkeqësisht jemi ballafaqur me një situatë
shumë absurde kur kryeministri aktual, ai që fitoi zgjedhjet, i fitoi pikërisht duke luajtur në kartën nacionaliste, duke kërkuar 62 mandate që mos kurzohet dhe shantazhohet nga partneri shqiptar, nga subjekti shqiptar. Dhe tani, duke pas parasysh gjithë këtë, duke pas parasysh edhe rezultatin zgjedhor, si mund pritet një partneritet i sinqert? Ajo është e mundur në shumë vende që njihen padyshim të gjashëm me Maqedoninë, është dashur që të ketë një ndarje të pushtetit, madje edhe me palë që ka luftuar njëra tjetrën. Me thonë që Milan në veri se si ekstremistët e Ulsterit që ishin protestant, bashkëpunornin me Sinn Féinin, me Gerry Adams. Kështu që ajo është e kushtëzuar dhe ka ndodhur në të kaluarën. Shqetësimi që kam unë aty kryesor në këtë rast është që ndryshe nga kaluara kur kemi pasur një farë mënyrë pasqyrën e njëra tjetrës, edhe etnia shqiptare, edhe etnia maqedonase brenda Maqedonisë, faktikisht duhet vënë në dukje dhe duhet vlerësuar që faktorët shqiptar politik, edhe më konkretisht BDI-ja, ku ka qenë e pranishme, ka qenë një ndër sponsorizuesit kryesor të zhbllokimit procesit të integrimit. Kem parë një lloj diplomacie intensive, një pjesëmarrje intensive të Ali Ahmetit në takime ndërkombëtare, duke dashur që të ofrojë mbështetjen si partia kryesore që mbahet legjitimin kryesor brenda shqiptarëve, që të japi maksimumin e mbështetjes për një zgjidhje sa më të shpejtë. Pra faktikisht ndryshe nga çka kanë pretenduar të tjerët, shqiptarët e kanë dëshmuar veten si faktor për të mirën e Maqedonisë, duke përmbushur pak a shumë atë edhe çfarë thamë pak më herët, por shqetësimi kryesor ndodh brenda Maqedonisë. Dhe ka një shqetësim që njihet në vendet postkonfliktuale, ku ka prezencë partive etnike, që nga interetnike mund të këlloj konflikte në intraetnike, sepse është një proces që në teori Shepsle dhe Rabushka shumë vite më parë kanë shpjeguar, teoria e bërjes së pazarit edhe kundër pazarit. Faktikisht ku një parti që ka qëndrim nacionalist futet në qeveri, detyrohet për arsye kushtetuese dhe konjunkturale dhe koalicioni detyrohet që të zbustë, të moderojë edhe të përmbajë qëndrime më të natyrshme, më të kuptueshme, më institucionale, më bashkëpunuese me etnin tjetër. Partia tjetër, zakonisht historikisht ka qenë më pak nacionaliste, e shikon garën brenda lojës nacionaliste, e shikon si vetëm në mënyrë për të kundërshtuar edhe për të marrë pozicionin e terrenin partisë që është tashmë në koalicion me etnin tjetër. Dhe çfarë bën? Dhe mban një ton më nacionalist. Pra, shikojmë një situatë ku partia që është në opozit, në vend që të japë një alternativë ndryshe, bëhet akoma më nacionaliste duke dashur që ta gryejë nga brenda elektoratin e partisë që është në pushtet. Duke mbajtur tonë më nacionaliste. Kjo quhet procesi outbidding në vendet postkonfliktuale që kanë parti etnike. Kjo është shqetësuese sepse kjo është një spirale, që ku një parti ik nga pushteti, mandej për të marrë pushtetin, bëhet akoma nacionaliste, dhe kjo bëhet akoma nacionaliste dhe shtyn tonet. Kjo lloj karte nacionalizmit skajshëm është lozur, sidomos brenda etnisë maqedonase. Është një rast tipik klasik i vërtetimit të kësaj teorie në praktik, ku LSDM ka rënë në çarkun, edhe në çarkun e mbajtur në një tonin nacionalist. Mori një kandidat, nuk bëri asnjë përpjekje me ju afru elektoratit shqiptar. Për kur keni fjalën? Edhe në këto zgjedhje, për shembull. Nëse dikush ka marrë vota shqiptare, është kandidati Absolutisht po. Ka marrë për arsye kontekstuale, por nuk është se ka bërë. Nëse dikush ka hyrë në kartën nacionaliste dhe vazhdon të luajë është pikërisht Gruevski. Dhe nuk është LSDM-ja në këtë rast. Jo, dakord. Ç'është e tillë që kjo është një lloj çarku që ndodh, domethënë që këtu është diktuar loja politike nga një diskurs i qartë nacionalist. Dhe është mobilizuar elektorati nacionalizëm. E vetmja mënyrë që me sa duhet LSDM ka që të mund të kafshojë elektorat këtu është duke mbajtur një ton nacionalist. Pra kjo është rreziku kësaj që vetëm mund të çojë një spirale të shtimit tonë të nacionalizmit. Ky është shqetësimi kryesor që është sot në Maqedoni. Domethënë këtu nuk është vetëm çështje vendimesh, po themi kushtetuese. Këtu është çështje që sjellja elektorale, diskursi elektoral këtu është diktuar kërkëput nacionalizmi. Dhe ky është një lloj çarku ku LSDM-ja faktikisht nuk ka mundur që ndryshoj agjendën. Agjenda e debatit kryesor në Maqedoni ka qenë nacionalizmi. E vetmja mënyrë që të marrë elektorat është po të sillet aq nacionalist sa Ne shkojmë pas këtë tezë është dashur LSDM-ja të bëhet më nacionalist se Gruevski. Jo, duhet të kultivonte në një diskurs në elektoratin maqedonas me kohë që të ishte alternativë e të shmangej çarkut dhe qerthullit të nacionalizmit. Faktikisht duke i pas parasysh rrethanat këtu si janë LSDM ka pasën hapësirën e manovrimit shumë të vogël duke pas parasysh bojkotin medial.
tërësisht që ne im dëshim nëse përkthejmë parametra konkret Maqedonisë këtë teorinë akademike që për na shpjegon Ardi është kështu. Thonja elektorale, paraqitja elektorale e Gruevs, kryeministrit, se nuk kemi 62 vota deputet që mos shantazhohemi nga shqiptarët, ka qenë interpretuar se në elektorat se ne do të shkojmë qeveri pa shqiptarë, të cilën asaj vetë se ka menduar, por kështu përkthehet. Edhe as se mendon, por kështu përkthehet. Çështja tjetër është që përveç efekteve të formës së qeverisjes së institucioneve këtu që ndodh, është edhe hapësira ngushtuar për partitë opozitare, por çështja më kryesore është që nga mungesa, kjo është edhe rezultat i mungesës dhe së partive për alternativë për ta qeverisur vendin dhe pastaj adresojnë fushatën duke sulmuar një parti qoftë intra komunitetit apo një parti shqiptar me shqiptarët. Kjo nuk buron vetvetiu se ka ndonjë platformë politike të partisë së VMRO-s që tërësisht ta shkatroj komunitetin shqiptar, po nga kafësia mungesa e një vizioni qartë për këtë vend dhe formën e qeverisjes futen në këtë dhe kështu jenë rritur dhe për aq sa rritet një parti me këtë formë qeverisje, me këtë formë fushate, do të shkojë deri në fund. Kjo që është nuk e dim cili është fundi, se sa larg do të shkojnë. Njëjtën gjë duhet ta themi fatkeqësisht edhe për PDSH. Nga paaftësia për të reformuar, nga aftësia për ta gjetur rrugën e vet për të ballavaçuar me qeverisjen ka tërë sulmin e ka vendosur në BDI-n brenda komunitetit shqiptar. LSDM-ja, si parti e mbetur realisht, e mbetur, e shterrur, është vënë në mbrojtje, jo në sulm, nga partia Më e Madhe Pushtet. Paradoksi është që vetëm BDI-ja ka ofruar këto ka bërë tentativa që kaloj përtej kësaj, këto vitet e fundit, fatkeqësisht do të mbetet tentativë jo e suksesshme për shkak të konstelacionit politik dhe formës se si jetojnë komunitetet këtu, por nuk ka gjë të keqe, edhe nga njerë duhet edhe realitetet pranon, që nuk ka gjë të keqe nëse komunitetet kanë vendosur të jetojnë në një kulm, por njëri pranë tjetrit e jo bashkë. Dhe nëse me të vërtet kanë pranuar të jetojnë bashkë, në njëri pranë tjetrit, në mënyrë paqësore, qetësisht, nuk ka asgjë të keqe. Esenca mbetet se BDI-ja dhe zoti Ahmeti deri në çfarë shkallë e shtyr dhe sa suksesshëm e shtyrin këtë agjendën e ndikimit të një komuniteti të madh në politikën e jashtme, siç u bën tentativat e fundit me fushatën, me përemrin, apo thirrjet për president, qofshin të vonuar apo të vanuara. Sot ndëgjova nga miqtë e mi që janë të vonuara, që kanë të drejtë, sepse presidenti ka qenë zyrë që 5 vjet dhe ai ka dëshmuar eventualisht që nuk ka bashkëpunuar, nuk ka përfaqësuar shqiptarët sa duhet, e kam parasysh ato, por edhe kjo tentativë sa do të mbetet e shurdhër, në veçanti kur kam parasysh tani krizën politike brenda institucioneve, atje diku presidenti mbetet që është e fare i parancishëm. Rezultatet e parat kësaj që e hapi Ahmeti, pavarësisht që qëndrojnë tezat që ju i thoni se që u kanë thënë miqtë tuaj se ka qenë ndoshta e vonuar, është dashur më herët hapet, i ka dhënë rezultatet e para. Ne për herë të parë në këtë fushat kemi pas raste kur pikërisht në televizionin ton politikanë maqedonës i drejtojnë elektoratin gjuhën shqipe. Po, kam fjalën, po e shembull, ka filluar. Jo vetëm është taktik, po megjithatë edhe duke ngelur si taktik, ajo për mua përbën eci përpara në kuptimin e marrëdhënieve. Le ta them një detaj. Në fakt dua që ky debat i mirë që zhvillohet për çështjen e përfaqësimit presidentit konstitucional mos të dhunohet, mos të
varroset nga kriza politike në parlament apo në qeveri. Këtë e kam përshtypje që do të varroset. Po ndrejemi këtu në mediat për t'i përkujtuar dhe për mos lejuar. As zotin Ahmeti, as të tjerë që të harrojnë këtë çështje që është hapur dhe që ka bë bujë. Do të vazhdoja pak argumentet e dy kolegëve të mi lidhur me nacionalizmin e Gruevskit. Duhet të kemi parasysh që nacionalizmi i Gruevskit fitoi më tepër vend përgjatë fushatës elektorale se sa në periudhën normale, periudhat e qeta politike. Duhet identifikuar nëse nacionalizmi i Gruevskit ishte objektiv, pra ka objektiv nacionalizmin, apo ishte konjunkturë, ose sa pjesë e këtij nacionalizmi ishte konjunkturë dhe sa është objektiv. Mendoj se Gruevski perceptohet nga shqiptarët si një nacionalist dhe këtë nuk ka lënë vend pa thënë dhe pa artikuluar. Ka mundësi tani në fill pas këtyre zgjedhjeve në kuadrin e ndërtimit të koalicioneve që këtë anomali të diskursit të tij, të ligjërimit të tij elektoral ta korrigjoj përgjatë krijimit të qeverisë, duke mos tentuar që problemin ose si thua diskursin nacionalist i cili është po zhvillohet tek pjesa maqedonase, problematika që kanë lindur tani midis partive politike maqedonase, ti përcjell tek partitë politike shqiptare. Kam parasysh mënyrën ose format se si mund të ndërtojë qeverinë, mekanizmat që do shoqërojnë ndërtimin e qeverisë, negociatat dhe problematikat e tjera. Jo, duke pas parasysh pikërisht këtë që thoni, mund ta kishim paramenduar dhe imagjinuar se ku do ishte Maqedonia nëse pikërisht këtë retorikë që ka përdorur Gruevski, edhe gjatë qeverisjes me Ahmetin në vitet e fundit, ta kishte përdorur edhe subjekti politik shqiptar që është në qeveri. Gjithë kanë parasysh se pikërisht elementi më konstruktiv për ruajtjen e qetësisë në këtë shtet e kanë luajtur shqiptarët dhe subjekti politik shqiptar që ka qenë pjesë e qeverisë. Ka qenë më moderuar se sa pjesa tjetër e klasës politike në Maqedoni, qoftë në relacionet që i përmendi Adri pak më parë, në relacionet ndërkombëtare të qoftë për çështën e emrit, qoftë për çështën e integrimeve në NATO dhe në Bashkimin Evropian, por edhe në mënyra e komunikimit, mënyra se si janë përcjell kauzat, se si janë përcjell problematikat e shtetit maqedonas edhe të shqiptarëve, ka qenë një mënyrë e cila në fakt është një stil i ri i të folurit politik në Maqedoni. Një stil i cili ka përcen edhe stilin si thua e politikës së shumicës në Maqedoni, e cila nuk ka shumë nevojë të jetë shumë egër, nuk ka shumë nevojë të jetë ekspansive, agresive me pjesë të tjera, sepse fundit kanë shumicën në parlament dhe në çdo rast mund të operojnë në parlamentin. Kemi që nga 2006 flasim për ruajtje paqe, stabiliteti, dhe gjitha raportet ndërkombëtare dhe konturat ndërkombëtare flasin se si shqiptarët, BDI-ja në veçanti zoti Ahmeti, partitë që dalën nga lufta duhet të ruajnë stabilitetin, të kontrollojnë stabilitetin dhe shpesh quhen viktima të ruajtjes së stabilitetit. Edhe kam qartë. Përveç gabimeve të veta që eventualisht mundim. Tani nuk edhe pjesa tjetër raporte flet që për krizë të mundshme për te kësaj. Si të ndërtohet një qasje tjetër, se përndryshe duke ruajtur stabilitetin edhe BDI-ja do të bie nga kjo pozitë që BDI-ja është fokusuar si parti në ruajtjen e stabilitetit duke ruajtur ekuilibrat ose duke tentuar të ndërtojë ekuilibra me nacionet e tjera në Maqedoni. Problemi profesor nuk është çështja. Deri tani po thonim që 1 minutë. Po këtë po thonim deri tani që artikulimi i BDI-s i Ali Ahmetit ka dalë prej skemave edhe prej skemës që ju përmendet, domethënë skemës së stabilitetit. Ky vend nuk jeton vetëm duke qenë stabil. Ky vend jeton edhe duke qeverisur, duke pas ekonomi, duke pas lumturi, duke prodhuar, duke shitur, duke blerë. Dhe nëse nuk përbën, nuk i mbivendoset stabilitetit edhe çështja e qeverisës, atëherë ky vend sa është. Se mund të bëjë paralelizëm në fakt, jo vetëm që është shqetësuese sepse tendenca e minimizimit të pluralizmit edhe i fitore të madhe plebiscitare, po them paçka se ka pasur konsum dhe ka pasur tatpjet ekonomike, është ndodhur edhe së fundit në Serbi, kemi Parti Liberale për shembull si Çedomirit që është dukur fare, edhe nuk e di mende ç'do ndodhet me Vučićin, por edhe në Malzi, ku kemi një konsolidim të mëtejshëm edhe të Gjukanovićit në zgjedhjet e fundit lokale, pra kemi një konsolidim të mëtejshëm, pa çka se Malzi është bllokuar. Dhe kjo të le pak të shqetëson në fakt, sepse ne kemi pasur situata të ngjashme ku të stagnacionit dhe krijimit të një pellgu të brendshëm politik. Kujtoj këtu për shembull një dekadë më parë një problemet kryesore që ka qenë për arsye të tjera, por ka qenë ngjashme, ka qenë HDZ-ja në Kroaci në fakt. Edhe pa çka se Kroacia ka pasur një kontekst
të brendshëm, institucional, ekonomik, politik, shumë më ndryshe nga vendet tjera dhe ka pas mundësi të futej shumë herë në Bashkimin Evropian, është bllokuar pikërisht nga kjo. Dhe nga përdorimi i një retorike nacionaliste nga HDZ sa kohë, madje edhe një taktikeve diasporë, për shembull, një ndër mësimet që duhet nxjerr nga pësimet kryesore të këtyre zgjedhjeve, është çështja e diasporës. Për sa kohë ne u vure qartë se kësaj radhe BDI-ja e doli të krijonte një mobilizim, vetëdijsim të elektoratit dhe pam masive bashkëkombësi tanë duke marrë pjesë në zgjedhje, ka ndodhur një manipulim flagrant të procesit zgjedhor, që i ka mundësuar partisë në pushtet. Filloi me 3-0. Të fitoj pikërisht. Ta afrohet shumë tepër. Tani kjo është ngjashme çdo me Kroacinë. Për shembull, HDZ-ja siguronte 5 votat e rezervuara ndaj për diasporës. I merrte kështu si kartë e bardhë, edhe si çek i bardhë. Dhe një sigurisht mandate vetëm për kryeministrin, me mandatet e diasporës. Dhe një ndër kërkesat e presionit Bashkimit Evropian asaj kohe ka qenë pikërisht të hiqte këto vende të rezervuara, në pamundësi për të siguruar dhe garantuar procesin zgjedhor të ndershëm. Këto ishin një avantazh i garantuar i partisë pushtet. Kështu që edhe këtu duhet menduar seriozisht që një ndër hapat që duhet bërë, një ndër presionet mundësisht që të hiqen këto tre, sepse sa nuk garantohet cilësia e procesit zgjedhor, sepse ata në tre që merren. Por shqetësimi kryesor që kam unë në këtë rast, është se edhe ky është një vetëdijsim që do ta kenë tëra partitë shqiptare, po edhe maqedonase, po edhe partitë shqiptare më veçantë, tëra partitë shqiptare, tre aktorë të faktor politik. Përfshi edhe partinë e Rufi Osmani. Do të mendoj seriozisht që kjo nuk është çështje ne me ata. Kjo është çështje që Maqedonia është e bllokuar, ka një tatpjet të theksuar ekonomike, ka popullsim më të lartë mes të rinjve në Evropë, një situatë shumë shqetësuese, dhe këtu e pëson edhe shqiptarët. Dhe pra këtu është një lloj impakti drejt për drejt, prandaj duhet parë kjo përtej të parë të lojës në mënyrë provinciale ne me njëri tjetrin. Por duhet parë diçka më shumë se kaq. Duhet parë që kjo është një lojë më e madhe dhe faktikisht nuk është më kjo çështja, nuk kemi këtë alarmizmi, por sa kohë neve kemi parti legjitime të votuara, kemi proces që i zgjedh partitë në pushtet, nuk duhet kemi shqetësim për një rëshqitje, po them, të pak nga ana shqiptarëve. Por do të parë kryesisht që neve do të përdorim aq pesh autoritet që kemi. Dhe këtu do të bërë edhe kërkesë që të kontribuojë edhe Kosova, edhe Shqipëria, edhe Bashkimi Evropian, që të bëjë presion këtu të bëjë reformat e nevojshme për ta shtyrë Maqedoninë para si shtet. Pra jo vetëm çështja shqiptarëve, por gjithë Maqedoninë si shtet përpara. Është koha për ta bërë pauzën e parë për reklamë dhe të kthehemi pjesën e dytë të bisedës me mysafirët në studio. Kthehemi në studio për të vazhduar bisedën me mysafirët. Në këtë pjesë do të flasim për punën e legitimitetit të votës shqiptare. Sërish është hap si temë aktuale, a mund të përsëritet Maqedonisë apo jo 2006, kur në qeveri u fut një subjekt tjetër politik i cili tek shqiptarët nuk e fitoi legitimitetin, fitoi shumë më pak vota, dhe tani jemi në një situatë kur Bashkimi Demokratik për Integrim, si asnjë parti deri tani shqiptare që ka ekzistuar në Maqedoni, ka arrit të merë dhe të fitoj 150.000 vota. Do ishte absurde, sepse do ishte me i hedh benzinë zjarrit. Tashmë ata e kanë trajtuar në farë mënyrë opozitën, në mënyrë goxha harbute, po themi, edhe në përkëmbëse dhe poshtruese opozitën. Duke detyruar madje edhe me nxjerr nga parlamenti, që faktikisht do të ishte institucioni, do të ishte oazë që mundson opozitës me folë dhe me qenë e pranishme pas një rol. Dhe po të bënte këtë gjë, do ishte maksimumi, po themi, i hedhjes benzinës, po themi, sepse faktikisht këtu është bërë tashmë tradit, por edhe logjika se si është ndërtuar shteti me idenë e shumicës së bandinterit, vendimet të rëndësishme politike duhet merren me shumicën e votave shqiptare. Shumica e votave shqiptare në mënyrë të pashmangshme, sikurse ka dëshmuar dukshëm rezultatet e këtyre zgjedhjeve janë për BDI-n. Pra kjo do ishte një përbysje dhe do prishte punë jo vetëm për klimën e brendshme dhe do ta vendoste pozitën e Gruevski në pozitë shumë të palakmueshme, pasi do ta kalonte vërtet ekstremin dhe do të binte në sy shumë më tepër edhe me faktorin ndërkombëtar, por edhe presionin e brendshëm, do kishte dy fish presion. Sa dhe asë kohë 2006-2008 ka pasur presion të jashtëzakonshëm, ka pasur një qeverisje relativisht disfunksionale. Imagjinoni që do ketë presion nga dy krahët, edhe nga brenda etnisë maqedonase, por do kishte presion edhe nga shqiptarët, të cilët do donin që në vendime të rëndësishme në pjesëmarrje, të kishin pjesëmarrjen e shumicës legjitime, sepse kështu është zhvilluar loja. Dhe plus do duhet pastaj edhe
të justifikonte këtë situatë edhe me faktorin ndërkombëtar, të cilët tashmë ka një lloj elemente të qarta frustrimi, shikojmë dhe kujtojmë raportin e Departamentit të Shtetit, i cili pas shumë kohës përpara vendos dukshëm që ka tendenca të qarta për destabilitet, kështu që do ishte vërtet një vendim absurd dhe ekstrem nëse do bënte këtë gjë. Unë një shqetësimet që kam për aspektin e legjitimitetit, një shqetësimet që kam lidhet me pjesëmarrjen e shqiptarëve në zgjedhje, dhe pjesëmarrjen në përgjithësi që është relativisht e ulët, duke patur parasysh nevojën që ka njerëzit për ndryshim, pritej dhe mund të mendojë që do kishte një pjesëmarrje shumë të lartë. Së pari një kjo pjesëmarrje e ulët e shqiptarëve, që vjen nga një frustrim i natyrshëm. Përmarsisht, nëse krahasojmë me vitin 2011, dalja e shqiptarëve në këto zgjedhje ka qenë shumë i madh. Shkaku se nga 24 deputet sa ishin shqiptarë tani jemi 27 me këto zgjedhje. Ne kjo tregon se megjithatë ka pas një mobilizim pak më të madh, duke mos harruar ta përmendim se vetëm në zonën e 6, ku janë kryesisht shqiptarë, ka pas dalje nën 50%, gjithsesi 49%. Pajtohem, por ky ndryshim ka ardhur edhe për faktin që partitë e tjera që i Selmani, pra nuk ka atë peshë që ka pasur më parë në atë kohë edhe fakt ishin 3 subjekte që por çështja është e tillë që mundësia që ka shqiptarët, shumë shqiptarë kanë arsye për të qenë të frustruar, sepse situata e plotë e Maqedonisë lë shumë për dëshiruar në aspektin ekonomisë, bllokimit të integrimit, futjes NATO e kështu me radhë. Dhe kjo është njerëzit në apati, lloj depresioni dhe dëshpërimi, aq më tepër që ndjen pafuqishëm sepse ashtu kështu vendimet kryesore e merr shumica e maqedonasëve. Dhe mendojnë se vota që japin ndaj partisë shqiptare nuk është se përkthehet në një ndryshim të madh në Maqedoninë. Ky është një frustrim natyrshëm, por ama problemi është që kjo ka pamundsuar dhe ka minimizuar peshën e elektoratit shqiptar. Po të ishte pjesëmarrja e shqiptarëve më e madhe, të ishin mobilizim më i madh, padyshim që nuk do kishim 27, mund të kishim deri 31. Sigurisht. Aq më tepër që pra ka një potencial të tillë. Dhe kjo është një shqetësim i parë i pjesëmarrjes. Shqetësimi i dytë i pjesëmarrjes së ulët, duke patur parasysh kontekstin, edhe vendet fqinje, pjesëmarrja politike në vendet fqinje që kanë procese të ngjashme tranzicione shumë të lartë. Faktikisht de facto është e ulët, por bën po ama duhet parasysh sa është migracioni është pjesëmarrje e atyre njerëzve që kanë rezidencë shumë të lartë. Elementi i dytë është shqetësimi që vjen është potenciali i përqafimit të zgjedhjeve ekstreme ose rrethanore. Domethënë ndonjëherë frustrimi bën që përqafohen alternativa nga dëshpërimi që janë pa testuar të pa provuar ose që mbajnë një retorik ekstreme, qoftë nacionaliste, qoftë fetare, qoftë e forma të tjera ekstremizmi, nga të dy akrat, nga dy etnit. Mendojmë për shembull, kem parasysh që në Maqedoni nuk eci, sepse Gruevski e bllokoi mirë, por edhe Maqedoni në zgjedhjet e kaluara patëm daljen e një partie të bërë nga ish veteranët e luftës të 2001-shit, të cilët pra ka hapësira për këtë lloj partie që depresioni, frustrimi mund të bëjë që të përqafohen alternative pa testuara. Megjithatë ato nuk arrin të aprishin e sapin. Po rreziku është aty. Rreziku i parë është që neve nuk marrim si shqiptar aq vota sa ata kon marrin brenda parlamentit, atë përfaqësim që ata kon, duke patur parasysh dimensionin demografik. Rreziku i dytë është që në kushtet e frustrimit, në kushtet e taktikës ekonomike dhe blokimit, këto retorika, tendencat ekstreme, format radikale të politikës kanë shanse të marrin një jetë shpejt, sepse njerëzit janë të gatshëm me u kap pas çdo lloj alternative ndryshe nga ato që janë konvencionale. Është një rrezik potencial. Maqedonia edhe një kohë gjatë. Ajo fatkeqësisht. Jo, kujtojmë tu, shikojmë në vende të tjera. Ne shohim vende të tjera, por Maqedonia është vend specifik dhe fatkeqësisht kemi ngele me vite këtu ku jemi dhe është. Nëse pak kënaqësia nuk kapitalizohet në vendimarrje. Ajo nuk është se zhduket. Ajo mund të transformohet si energji në forma të tjera. Mund të kemi sot është e kompenzueshme sepse VMRO-ja përfaqëson ideologjinë edhe të veteranëve të luftës. Sot është e kompenzuar. Unë thashë potenciali që mos largohemi nga legitimiteti se pastaj do futim në këtë pjesë. Mendoj se duhet të ezauruar kjo çështja e legitimitetit sepse është edhe një çështje e cila ngjall diskutime në fakt. Pavarësisht se duhet të thënë se ne po operojmë mbi skenare që pak a shumë i kemi ndërtuar vetëm me opinione, sepse logjika, qoftë logjika politike, po qoftë edhe logjika konjunkturale nuk mund ta çojë Gruevskin të caktoj fitues tek pala shqiptare. I bie që nëse ai bën tentacione të ndërtojë qeveri me
partinë e dytë të shqiptarëve ose në partitë të tjera të renditura të shqiptarëve, është njësoj sikur Tazëm tek pjesa e partive maqedonëse të bëhet kryeminist Zaevi dhe të fitojë zgjedhjet LSDM-ja. Është e njëjta logjikë. Nuk ka pse pjesa maqedonëse në Maqedoni të përfitojë nga pluralizmi politik dhe pjesa shqiptare të mos përfitojë nga pluralizmi politik. Çfarë është pluralizmi politik? Pluralizmi politik është ai që fiton zgjedhjet merr pushtetin. Kjo e para. E dyta, ai ndoshta në kuadrin e nacionalizmit të tij mund të tentojë që ta zhvendos krizën në anën e vet, ta zhvendos tek kriza shqiptare dhe pastaj ta ndërtojë, ta konstituojë si një krizë shqiptare kështu. Po e ka shumë gabim sepse edhe nëse e bën këtë, përgjigjja e krizës nuk shkon nga shqiptari tek shqiptari, domethënë nga njëra palë shqiptarëve tek një palë tjetër, nga njëra parti politike tek një parti politike tjetër brenda etnisë shqiptare. Po ajo drejtohet drejt për drejt tek kryesi dhe tek qeveria e tij. Sepse atje është të burimi. Do ketë mundësi të marrë aktivitetin të rëndësishëm parlament. Faktikisht po sigurisht. Parlamenti bllokohet përfundimisht. Edhe taktikisht aty nuk i intereson fare. Së fundi, po e zëm sikur për një çast ne po mendojmë, po çfarë ndodh se nuk futet në qeveri BDI-ja dhe të futet PDSH. Dikush mund të thotë le të futet. Kjo është një gjë e testuar. Nuk është se nuk ka ndodhur. Ka ndodhur 2 herë në politikën e Maqedonisë të 25 vitet të fundit, 24 vitet të fundit. 2 herë partitë e dyta të shqiptarëve janë futur në qeveri edhe në 2006. Dhe të dy pjesët kanë përfunduar jo mirë, kanë përfunduar keq. Qeveritë janë detyruar që të tërhiqen prej këtij eksperimenti dhe të kthejnë logjikën e demokracisë, logjikën e pluralizmit, logjikën e zgjedhjeve në demokraci. Nuk ka se si operohet ndryshe. Nëse operohet ndryshe, pastaj ne nuk kemi të bëjmë këtu me instrumentin demokratik që prodhojnë instrumente demokratike që prodhohen prej zgjedhjeve, po kemi me instrumente të tjera të cilat nuk kanë të bëjnë as me demokracinë, as me një shtet ligjor dhe as me zgjedhjet. Dy themele përcaktojnë konstelacionin politik në cilin jeton Maqedonia. Maqedonia nuk është shtet me shumicë dërmuese një etnike dhe me minoritete. Nuk është shtet sikur që është Kosova, Serbia apo shtete tjera. Maqedonia nuk është demokraci parlamentare dhe Maqedonia është demokraci kushtetuese e varur nga dy grupe etnike kryet mëdha që përfaqësojnë. Maqedonësit do të mbeten shumicë, por shqiptarët janë popull konstituit ndryshe nga të qenit minoritet i cili kërkon përfaqësim në kontekstin e Maqedonisë, ky model quhet ndarje pushteti, power sharing. Dhe në rastin e Maqedonisë, shumë vende tjera kemi të bëjmë me power sharing, me ndarjet pushteteve. Që do thotë ndarje pushtete të përfaqësuara nga partitë të cilat i përfaqësojnë komunitetet. Dhe me që dy popujt kanë pranuar të jetojnë në këtë kulm, njëri pranë tjetrit, kjo kërkon që përfaqësimi të jetë në umbrellën e power sharing apo formulën e power sharing. Dhe e dyta, është pavarësisht se është gjë kushtetuese apo ligjore, është gjë përfaqësuese, është gjë reprezentative. Dhe e dyta është çështja e entiteteve politike që ndërlidhet me partitë politike. Edhe VMRO-ja në kampin e vet, edhe BDI-ja në kampin e tyre janë peng një farë forme e mungesës së transformimit dhe reformës të partive të vjetra. Mos harrojmë që LSDM edhe PDSH janë parti mbi 20 vjeçare, të cilat kanë mbetë aty ku kanë qenë. Deri dje ishte zoti Crvenkovski parti i saj dhe është edhe vetë leadershipi i LSDM-s së re ka gjetë shumë të vështirë transformimin edhe në një situatë shumë më të rëndë se sa që ka mund të transformohet dhe kjo krijon një barë politike për vendin për reformën e entitetit politike. Nuk e di çka duhet tjetër ndodhë me PDSH-n që të gjejë rrugën e reformimit edhe shuare, se shumë vende partitë e tilla janë shuar, kanë hapur rrugën për një entitet të ri, subjekt të ri. Dhe në anën tjetër, këto dy partitë të mëdha, VMRO-ja dhe BDI-ja, kanë një lloj komoditeti. Kanë një lloj komoditeti, në fakt kanë komoditet absolut, që për rastet të caktuara është shumë i mirë se ardhur për të ndërmarrë procese të mëdha, sepse do të kenë 2/3, por në rastet të caktuara e ulin apetitin dhe ndjenjen e reformës dhe prurjeve të reja. Dhe
këto dy procese nuk Maqedonia po dështon ose entitetet politike t'i kuptojnë. Sot në Maqedoni të flitet për reformë kushtetuese, reformë ligjore, është njëjtë sikur flitet në Bosnjë, që kushtetutat të cilës nuk kanë ndryshuar 20 vitet e fundit. Për të mirë, duhet ta themi që në Kosova vetëm herën e dytë, tani tretë, po e pre kushtetutën. Po i përshtatet rrethanave të reja politike, dinamikës së re politike. Shqipëria pre kushtetutën, qoftë nga një herë që nuk i përshtat, e pre kushtetutën dhe e shtyn proceset, i përshtatet rrethanave politike. Këtu kam përshtypjen që ka një frikë nga prekja minimale, një presje ligjore dhe kushtetuese. Dhe ajo që ta përfundoj është për që si kjo në ombrellën e power sharing duhet të dihet të qartë, të jetë të qartë, në veçanti për partitë opozitare të cilat nuk kanë mundur të ndahen nga e kaluara, sepse për mua LSDM-ja dhe PD-ja kanë mbetë në të kaluarën, dhe BDI-ja dhe VMRO do të mbeten aty ku janë derisa zoti Thaçi dhe zoti Zaev do të sillen kështu si sillen. Për dallim nga ato, këto dy parti duhet ta përfaqësojnë në ombrellën e power sharing komunitetet e tyre reprezentative. Demokracisë së brendshme. Që doni të thoni, BDI-ja nuk guxon të lëshoj pe në kërkesat, ndoshta edhe për ndryshim të kushtetues, edhe për pavarësisht asaj ndodhen proces. Nuk është të kahe nga BDI-ja te qeveria apo është në sjetas. Ajo që duhet na ta themi është e para, në logjikën tënde disa diçka të jo vetëm të përfundoj. Për të ndërtuar një proces politik që e konkludon një proces demokratik zgjedhor dhe krijon stabilitet, na duhet e para të operojmë me ombrellën e power sharing, ndarjes së pushteteve, përfaqësimit të plotë të komuniteteve, dhe e dy, që këto komunitete me që kanë kaq shumë vota, të jenë në gatshme që të prekin qoftë legjislacion, qoftë kushtetuese dhe të marrin vendimet e vështira në vendimet e vështira qoftë për emrin, qoftë për sepse jo shpesh vijim në situatat të tilla ku për partitë mirë të përfaqësuara ose të cilat përfaqësojnë mirë komunitetet e tyre, elektoratin e tyre, kanë shansin të kenë vota të mjaftueshme për të bërë këtë ndryshime. Nuk vijim shpesh në situatat të tilla. Gruevski i ka dëshirë të ketë vota dhe të ketë numrat dhe nuk bën asnjë lëshim mos ta humbe edhe një votë vetë në fatkeqësisht. Pse nuk ndodh një përmirësim i cilësisë së demokracisë në Maqedoni? Është pikërisht sepse kjo ndarja e pushtetit nuk bëhet në mënyrë të drejtë. Po nuk ka pasur me sa e konceptoj unë, nuk ka pasur as një agresion normal ose agresion me një qëllim të caktuar, me një feedback të caktuar në fund të aksionit edhe nga pala shqiptare. Për herë të parë është artikuluar në mënyrë logjike, që ka dhe logjik votash, logjik elektorale, po edhe logjik feedbacku. Në fundit është artikuluar nga BDI-ja, e cila ka kërkuar që presidenti i Maqedonisë të jetë shqiptar. Në pamje të parë duket sikur është kush e di se çfarë po ndodh në Maqedoni, nuk po ndodh asgjë. Janë çdo shtet ka kryeministrin, kryetarin e parlamentit dhe presidentin. Do thotë secili ka pushtetin e vet, po ti shikojmë kështu nga matematikisht si numra janë 30%. Dhe mendoj se është tërësisht legjitime kërkesa e shqiptarëve që njërin prej këtyre ta kenë shqiptarët. Dhe nuk më duket fare një zgjerim i kërkesave, as dalje për te numrit të votave, as dalje për te peshës politike, po dhe peshës demografike që kanë shqiptarët në Maqedoni. Kërkesa dhe është më duket minimale kërkesa për të patur kryetarin e parlamentit tani. Për ta përfunduar pak çështjen e legjimitetit, meqense vendosëm me fol për këtë moment thellësi. Përdorim një skenar eventual në qoftë se e bën këtë gjë. Dhe çfarë ndryshon nga herët e mëparshme? Së pari njëherë, nëse ka bërë 2006, ka bërë me një freski legjimiteti edhe prej marrës së skandalit 2005, edhe një komoditeti shumë më të mirë aso kohë, edhe marrëdhënie jo kaq të konfliktuale me opozitën. Pra, imagjinoni që do hapen dy zjarre, dy fronte lufte, ballafaqimi të Gruevskit. Së dyti, kem parasysh që parlamenti do bllokohej, jo vetëm se do ishte opozita, por do bllokohej sepse do kishte shumicën e nevojshme prej komunitetit shqiptar, që është domosdoshme për të marrë disa vendime të rëndësishme që priten të merren nga Maqedonia. Jo vetëm çështjen e emrit, por edhe çështje që kanë bënë me adoptimin e akit komuniter, pra të legjislacionit të Bashkimit Evropian që kërkon prekjen e themeleve të shtetit të së drejtës.
Së treti, duhet kemi parasysh që edhe dallimi midis partisë fituese dhe partisë humbëse brenda komunitetit shqiptar është ekstrem kësaj radhe. Është shumë i dukshëm. Dhe kjo vjet re edhe në një fushë tjetër konflikti që do t'i hapë Gruevski nëse do pranon tek këtë gjë. Që dhe është pushteti qendror dhe pushteti lokal. Pushteti lokal sot, në kuadër të këtyre viteve, është konsoliduar, është forcuar, ka më tepër prerogativa edhe për Bashkimin Evropian, dhe procesi të vazhdueshëm të Maqedoni komunat ku absolutisht të gjitha komunat me përshtatje strugor kontrollojnë nga edhe strugat përveç strugës se tani më nuk është as me PTSH. Po, pikërisht. Pra do kishte një bllokim tjetër institucional të bashkëpunimit të domosdoshëm midis pushtetit qendror dhe pushtetit lokal. Pra si shifet edhe leqë është eksperimenti dështuar edhe i të kaluar, por nuk ka më as atë konstelacion ose konjunkturë faktorësh dhe rrethanash që ka pas atëherë. Pra ka shumë pak mundësi sepse do i bie që të futej në një konflikt të shumë fisht në disa nivele që do ishte pa përballueshëm për Gruevski dhe padyshim të adoptonte legitimitetin. Mirë, është koha për të bërë pauzën e dytë për reklamë, do të themi me pyetjen se a është i nevojshëm edhe intervenim dhe a duhet të jenë më të zëshëm Tirana, zyrtare dhe Prishtina nëse tentohet përsëritjet 2006. Dhe shumë kur po flasim për power sharing, nuk po flasim këtu për metodën klasike, edhe pse do të ishte mirë se ardhur ndarja edhe posteve në atë formë. Po flasim për një bashkëqeverisje, për një program shtetëror bashkëqeverisje. Nëse në rastin më të mirë kishte qenë presidenti konsensual, po edhe Maqedonas, do të ishte një përfaqësim, do të shqiptarët do të ndjeheshin më ndryshe, përkundër faktit që është Maqedonas. Dhe së dyti, power sharing në veçanti afekton vendet, qoftë edhe në nivel lokal komunat, atje ku është popullata e përzierë shumë. Edhe pse shumica e teritorit Maqedonisë është relativisht e përzierë, po në veçanti në komunat si Strug, rreth i Shkupit, këto Kumano, ka një ndikim tërësisht tjetër nga ajo që nga ajo tendenca që përbohen për zgjedhjet të Partia Maqedonisë të zgjedhjen në partinë më të vogël. Dhe e fundit është provuar tani më, Aliameti ka bërë tendencën, eventualisht do të provojë që të përfaqësojë, të flasë dhe të ngrisë çështje që shkojnë për të interesit nacional të shqiptarëve. Është provuar tani më që reforma brenda politike, brenda komunitetit Partia Maqedone do të vijë brenda Maqedonisë, dhe reforma e politikës shqiptare apo BDE shqiptare do të vijë nga brenda. Është shumë do të mbetet dhe do të jetë shumë sensitive çështjat ndëretnike, përfaqësimi sa i përket marrëdhënieve ndëretnike, betejë me LSTM apo tendenca për thirrje përtej elektoratit sa i përket reformës politike. Prandaj i mbetet që Maqedonasve LSDM-s të reformohet, të hap rrugën për reformë dhe të rrisë presionin në VMRO, dhe i mbetet që Zoti Thaçi dhe PDSH të përcaktohet se çfarë të ardhmë politike duan për komunitetin e tyre, sepse janë bërë pengesë, siç e shohim edhe në rajon, në veçanti në Kosovë këto vitet e fundit LDK-ja, një parti mbi 20 vjeçare janë bërë pengesë e kapërcimit, hapit nevojshëm, transformimit politik të vendit. Blokon energji. Dhe po ushqen iluzionet. Që na i heqë iluzionet të bëjmë të rrisim presionin ndaj BDI-s. Po, është koha për reklama dhe kthehemi pjesën e tretë dhe të fundit debatit tonë sonte. Jemi sërish në studio në pjesën e fundit debatit me mysafirët. E përmbyllëm pjesën e dytë pikërisht me atë që paralajmërova si pyetje, cili mund të jetë roli i Tiranës zyrtare dhe Prishtinës zyrtare nëse tentohet të shkilet mbi legitimitetin e votës së shqiptarëve këtu në Maqedoni. Po, institucionet e Shqipërisë kanë detyrim kushtetues për kujdesin për shqiptarët kudo që janë, pavarësisht pozicionit, pavarësisht masisë që ta zënë dhe territorit që ta zënë. E kanë detyrim kushtetuese. E thot kushtetuta që institucionet e Shqipërisë janë përgjegjëse për shqiptarët kudo që janë, për të kujdesur për cilësitë e jetës së tyre, për cilësinë e demokracisë së tyre dhe cilësinë e të drejtave edhe për të mbrojtur drejtat e njerëzit në çfarëdo lloj vendi dhe në çfarëdo lloj rrethane. Në këtë rastin konkret, ne duhet të them një gjë, instrumentet se si mund të ndërhyjë këto janë instrumente të karakterit procedurial, të karakterit burokratik,
të formave, normave të ndryshme, por mendoj se nuk duhet fokusuar vëmendja vetëm tek Shqipëria apo të Kosova se si mund të sillet rreth një çështje të tillë, e cila po e theksoj edhe një herë, ne jemi duke luajtur me skenar, nuk jemi duke luajtur me një realitet praktikisht, dhe nuk besoj se do jetë realitet kjo gjë. Po në Maqedonia vetë është një shtet i mbikëqyrur, i supervizuar. Ashtu si gjitha shtetet e tjera të rajonit janë të mbikëqyra. Maqedonia duke qenë vend kandidat që ka statusin e kandidatit në BE-s, është një vend i mbikëqyrur dhe është i detyruar të respektojë parimet e atij unioni ku aspiron të bëjë pjesë. Bën pjesë në iniciativat e NATO-s dhe së shpejti pritet që me zgjidhjen e kontekstit të bëhet edhe anëtare e NATO-s. Këtu ka Maqedonia është anëtare e Këshillit të Evropës dhe dihet se të gjitha problemet që lidhen me drejtat e njerëzit janë të shprehura shumë qartë në gjitha dokumentet e Këshillit të Evropës. Po ashtu Maqedonia është anëtare OSBE-s dhe ka një mision të OSBE-s e cila trajton pothuajse të gjitha problemet, jo vetëm drejtat e njerëzit, por edhe problemet specifike siç janë ato që lidhen me çështjet elektorale. Edhe një herë du ta theksoj, nuk ka askush të drejtë në Maqedoni të cënojë benefitet që siguron pluralizmin politik në një vend për një kategori të caktuar qytetarësh. Maqedonia faktikisht përveç asaj është edhe përveç se ka një marrëdhënie që gjithmonë më tepër po vjet si diçka, si një plagë dhe një problem që po maiset dhe po krijon një gangren, qoftë marrëdhënien me vendet aleate të Bashkimit Evropian dhe me vendet aleate të NATO-s, që kërkojnë në fund edhe që i kanë dhënë dorën Maqedonisë kohë të vështira edhe presin tashmë që të marrin rezultate konkrete, por të patë parasysh që edhe faktori shqiptar në rajon është duke konsoliduar, duke përforcuar. Jo vetëm sepse kemi një konsolidim brenda shqiptarëve të Maqedonisë, të cilët nuk janë goxha më të integruar në institucione, kanë goxha më tepër peshë, më tepër zë, kanë më shumë shoqata, organizata, administratë publike. Jo flas shqiptarët e Maqedonisë. Po shqiptarët e Maqedonisë po them. Janë më të konsoliduar, por kemi parasysh që kemi një Kosovë e cila gjithmonë më tepër është duke konsoliduar, kemi Kosovë që par vjet hoqi supervizimin ndërkombëtar, është një vend që është tashmë futur në shumë organizata të rëndësishme, është futur në Bankën Botërore, në EBRD, në Bankën Evropiane të Investimeve, është në shumë nisa ndërkombëtare rajonale, par dialogut që është bërë me Beogradin, Kosova tani më nuk bllokohet që të antarësohet në organizata ndërkombëtare, si një marrëveshje ku Beogradi zotohet që mos ta pengojë me procesin e njohjes ndërkombëtare dhe të integrimit në institucionet ndërkombëtare të Kosovës, çka e bën që Kosova është tashmë një aktor dhe një faktor që përfaqëson më së miri interesat edhe të shqiptarëve, aq më tepër kur dihet që ka një bashkëpunim të ngushtë, ka një lidhje familjare, tradicionale dhe historike shumë më të fortë të cimentuar me shqiptarët e Maqedonisë dhe shqiptarët e Kosovës. Në anë tjetër, pastaj kemi Shqipërinë, kemi një qeveri që ka treguar, ka dëshmuar që është më proaktive në marrëdhënie me shqiptarët. Kjo u vure edhe me takimin dy qeveritar të Prizrenit, por edhe me një retorikë që ka ndryshuar, me një lloj mungese të kompleksitetit për të folur për çështjet që kanë bënë me shqiptarët në rajon. Me faktin që ka tregu Kurajo, nuk ka treguar kompleksitetin, ka tregu Kurajo duke trajtuar edhe çështjen e Preshevës, që janë shumë delikate, dhe marrëdhënia me Beogradin në Shqipëri ka pasur një lloj kompleksiteti të madh i feritetit tani më ka ndryshuar kjo gjë përderisa Tirana po interesohet për lugirin e Preshevës. Kështu që kam përshtypjen që shqiptarët e Maqedonisë tashmë do kenë krah edhe më të ngrohta, sepse qoftë Tirana, qoftë Prishtina janë duke konsoliduar si shtete dhe janë duke marrë gradualisht një peshë më të madhe rajonale dhe duke ditur që janë partnerë të rëndësishëm tregtar të Maqedonisë, bëjnë pjesë në një organizata, Këshillit të Evropës, OSBE-s e kështu me radhë. Kosova nuk bën OSBE, po Shqipëria bën pjesë në OSBE dhe Këshillit të Evropës, kështu që pra ka mundësi që në marrëdhëniet multilaterale Prishtina Tirana të ndikojë, ashtu si edhe në marrëdhëniet bilaterale me Shkupin. Po të shtohet këtu pastaj ato që përmenda më herët, problemet e brendshme që do i lindin për të patur një shtet funksional, që të marrë vendime të rëndësishme me shumicën e bashkëndërit, ose të ketë marrëdhëniet serioze, cilësore me pushtetin vendor, ose të shmangë dhe konfliktin që tashmë e ka me opozitën, do ishte një mishmash i paimagjinueshëm. Në fakt që unë mendoj që njëri racional nuk do të ndodhte aq më tepër që tani komod. Është komod sepse tashmë e ka siguruar atë shumicë që leverdiste dhe është një mandat të ri me një shumicë domethënëse s'ka kuptim që të nxjisë një konflikt edhe një qertull të ri me spirale që shkon poshtë. Kemi sinqert, komuniteti i Maqedonisë është sensitiv ndaj marrëdhënies shqiptarëve të Maqedonisë me Kosovën dhe Shqipërinë. Është në ulje, është në rëmje. Po edhe këtë duhet marrë parasysh në politikën. Po mirë, kur duhet vite shpejt. Po, mirë, po ajo çka na duhet, çka duhet është bëhet hapa konkret është që
Spari politika e Kosovës dhe Shqipërisë në relacion me Maqedonisë të jenë tripalshe, të jetë në konsolidim të bashkëpunimit dështetror. Besoj që ka arritur, këto dy vende kanë arritur shumë mirë ta konsolidojnë dhe t'ja komunikojnë komunitetit shqiptar që të integrohen sa më shumë, të bëhen pjesë institucionet të Maqedonisë, ta bëjnë betejë më rëndë. Së dyti duhet ta themi që edhe shqiptarët e Maqedonisë kanë qenë viktimë e marrëdhënies Serbi-Kosovë këto 10 vitet e fundit dhe fal thyrjes së kësaj marrëdhënie nga kryeministri i thashë guximit për nënshkrimin e marrëveshjes me Serbinë ka ullë tensionet brenda Maqedonisë, ka pas një efekt eko shumë të mirë pozitiv. Dhe tani duhet shkohet për te kësaj shkallë. Besoj që Shqipëria në veçanti duhet luajë një rol edukimi, emancipimi, qoftë politik, qoftë arsimor për shqiptarët e Maqedonisë përmes asistencës universitete apo shkollave. Së dyti, përveç televizionit juve dhe një ashtu TikTok aty këtu shqiptarët e Maqedonisë kanë pak qasje në media dhe shqiptarët ka filluar në shkëputje se përket zhvillimeve Kosovë, Maqedoni dhe Shqipëri. Kemi nevojë për një qasje sa më të madhe, për një debat dhe një prezencë mediale të shqiptarëve të Maqedonisë në mediat e Shqipërisë dhe anasjeltas, po edhe maqedonasve. Është shumë më rëndësi që maqedonësit të ndjehen komod në marrëdhënien e tyre me Shqipërinë dhe me Kosovën, përveç veprimtarisë biznesit edhe veprimtarisë mediale, të kuptojmë më mirë marrëdhënien e sinqertë dhe qëllimin e mirë të Shqipërisë në relacion me Maqedoninë, dhe së fundi ajo politika renale që tjetë që rajoni, Shqipëria dhe Kosova po bën bashkë, tani janë duke bërë hapat për në drejt avancimit partneritetit të Kosovës me NATO-n, që ky presion i këtyre organizatave të mëdha të rritet mbi Maqedoninë, që tjetë sa më afër që të avancoj. Për sa i përket komunitetit shqiptar, dhe këta kam po e vrej gjithnjë më shumë, edhe komuniteti shqiptar përkundër zhvillimit brenda Maqedonisë në Maqedoni, ka filluar shkëputet pak nga media, nga zhvillime sociale shoqërore në Shqipëri dhe Kosovë. Është një anë mirë, për në anën tjetër është po mbyllet në debati si politik si shoqëror brenda komunitetit, siç u pa edhe vetë fushata. Na duhet një ndikim i analizës, i arsyetimit nga jashtë, në veçanti kishte mungesë interferimi të analizës, jo të vullnetit apo ndikimit politik nga jashtë në debatin BDI-PDSH, ose të thonë troq për t'i artikuluar mirë zotit Thaqe dhe PDSH pozicionin politik se çfarë hapa duhet marrë PDSH-ja për t'ardhën këtë vende, ose çfarë ndikimi duhet artikuloj, edhe çfarë marrëdhënie duhet artikuloj në raport me fituesin e zgjedhjeve dhe në raport me partnerin Maqedonas. Kështu që është multisektoriale dhe e fundit Shqipëria dhe Maqedonia si anëtare e NATO-s dhe gjithë rajoni që cili po kalon për te kësaj marrëdhënie status quo e lufte mes Serbisë dhe Kosovës të filloj të gjeneroj ide për çështjen e emrit Maqedonisë dhe marrëdhënies së saj me Greqinë, sepse të jemi sinqert, edhe shqiptarët janë viktimë e kësaj marrëdhënie dhe jo gjithmonë me fajin e vëmëros apo maqedonësve. Jemi krejt në fund, do t'ju kisha pyetur edhe për në fund, ku e shihni Maqedoninë pavarësisht asaj se nuk do varet vetëm nga vëmëroja dhe BDI-ja se si do ecin punë këtu tani pas këtyre rezultateve zgjedhore, duke pas parasysh se krizë politike kemi me vetë faktin se për herë të parë do na ndodh që subjekti i dytë politik në vend, në këtë rast është LSDM-ja, nuk do t'i merr mandatet dhe çka mund pritet. Ku e shihni ju? Do ishte që të avancojnë në zgjidhjen e gjetjen e mjeteve për të zgjidhur krizën politike që ka midis dy partive maqedonase. Për shkak se ligji juaj parashikon që nëse ata nuk do të marrin mandatet për një periudhë të caktuar kohë, atëherë do të kemi rivotim për ato zona.
do të thotë se koha është e ngushtë dhe ata do gjejnë zgjidhje brenda kësaj kohe. Do të thënë se për LSDM nuk ka një mbështetje, domethënë nuk e mbështet as raporti OSBE-s, raporti paraprak i OSBE-s, por nuk e mbështesin as institucionet e tjera vëzhguese që kanë mbikëqyrur zgjedhjet në Maqedoni. Ne kemi dëgjuar deklaratat e ndërkombëtarëve këto ditë. 2 ditë të fundit pas vendimit, para lajmërimit vendimit dhe vendimit që u mor dje nga LSDM, dhe kemi parë se nuk ka mbështetjen e ndërkombëtarëve dhe nuk ka mbështetjen e vëzhguesve, por kam përshtypjen që nuk ka as mbështetjen e partive të tjera të cilat kanë ngelur në opozitë në Maqedoni, duke përfshirë edhe partitë politike shqiptare. Unë shikoj e para një nuk e shikoj si rrugë bojkotin, ne kemi provuar në Shqipëri në fakt edhe ai ka qenë kundërvepruese për Partinë Socialiste. Dhe mandej është vetëm atëherë kur Partia Socialiste vendosi të përdorë institucionet ashtu siç duhet edhe të ndryshojë edhe frymën e të heqë dorë nga konfliktualiteti që ja doli me mundësur rotacione, kështu që nuk është shpresë së fundit. Nuk është se nuk ka shpresë, domethënë ajo padyshim, po duhet që të përdoren rrugët institucionale. Unë do pajtohesha me Naimi që tha më herët, duhet që një rol i rëndësishëm i Shqipërisë në mënyrë të veçantë, meqenëse ka dorë më të lira, por edhe Kosovës do të bëhet në formën e rritjes së mobilitetit, i cili mungon. Për shembull, kam qenë pa numër studentët ku kam studiuar në Universitetin e Tiranës, kanë ardhur prej shqiptarëve të Maqedonisë, tani janë askush, ose as pak. Unë kam dhënë mësim për 7 vjet, mbaj mend 2-3 studentë në Tiranë, ndërkohë që kam qenë vetë student, ka qenë të panumërt. Njëra gjë në Prishtinë, numri studentëve, pra duhet të investohet në mobilitetin e studentëve, që të kemi mundësi edhe në shkëmbime të ndryshme, sociale, kulturore, artistike, por edhe në diplomacinë publike këtyre vendeve ndaj Maqedonisë, edhe ndaj Serbisë, edhe ndaj Malizisë. Një gjë që Shqipëria duhet të bëjë është që duhet të marrë nisma konkrete për të përmirësuar në imazhet shqiptarëve në rajon, sepse ashtu ja lehtëson edhe punën shqiptarëve që janë aty minoritet. Fatmirësisht ne kemi një diasporë relativisht suksesshme në shumë sektor. Mjafton të shikojmë për shembull se si në skenat botërore dominojnë disa prej emrave kryesor të muzikës klasike, të instrumenteve klasik, të baletit, të cilët fare mirë mund të bëhen promovues të imazhit të shqiptarëve në rajon. Është një iluzion i madh që ne shpesh bëjmë edhe në Kosovë edhe në Shqipëri, ku ne mendojmë se mund të shohim imazhin e botës edhe i bëjmë reklama për turizëm në CNN. Më e mira do ishte që të bëjmë reklama për turizëm atje ku tashmë ka tendenca turistësh, faktikisht ka një numër në rritje të turistëve të Maqedonisë, ka pasur nga Serbia, ka pasur nga Malizi. Është mirë që të bëjmë edhe fushata të mirëfillta duke ndërtuar ura komunikimi midis Maqedonisë dhe shqiptarëve, duke përmirësuar edhe imazhin e Shqipërisë. Edhe ajo do të bëhet nga Kosova. Së fundi, unë do kthesha praktikë ajo që përmendi pak më herët, në kushtet aktuale, një ndër elementet që duhet theksuar është demokratizimi i brendshëm i partive, në mënyrë që të mundsojë një garë të brendshme dhe të përmirësohen dhe kuadrot. Në kushtet kur ka probleme pikpyetje të së ardhmes, një ndër format kryesore është rekrutimi sa më shumë të rinjve dhe futja e tyre në lojën politike. Dhe unë mendoj se një ndër gjërat që neve më së paku kemi shfrytzuar, edhe në Shqipëri, edhe në Kosovë, edhe në Maqedoni, është përdorimi i diasporës. Për shembull, unë kam shkuar para vjet, më ka pasur fatin e mirë të takohem me përfaqësues të diasporës së shqiptarëve të Maqedonisë në Kopenhagen dhe zbulova që numri studentëve që vinë këtej është diku te 280 studentë që vijnë në universitete nga më prestigjioset e më të mirat atje dhe janë hiper super të kualifikuar. Do ishte duhet bërë marrë nisma konkrete për të mundësuar që të sillen sado pak për këtyre kuadrave. Po ashtu mjafton të hutosh në përrish Jugosllavi, por edhe në Itali dhe vende të tjera, me pas sa është e fortë shpirti sipërmarrës i shqiptarëve të Tetovës, Gostivarit, të cilët kudo kanë dyqane, kanë rrjete, shërbime kështu me radhë, do duhet që të thithet. Pra, në këtë kushte duhet menduar seriozisht që të përmirësohen burimet në mënyrë cilësore njerëzore të shqiptarëve këtu, duke shfrytzuar diasporë pasur që tashmë është në padozore. Duke pas këto rezultate zgjedhore, duke pas këto rrethana që gjen Maqedonia, a mund të ketë jetë gjatë një qeveri e ardhshme dhe kjo përbërje parlamentare? Po, e thash, zgjedhjet relativisht të mira se përkthehen në zhvillim në proces politik varen nga formimi i qeverisë së parë dhe 2 nga marrëdhënia e partive politike veçanërisht nga rreth presidentit. Ky dialog, ky bojkot ka derivuar dialogje më herët të dhunshme, të imponuar nga faktorit ndërkombëtar dhe kanë rezultuar me 0. Do thotë edhe ky bojkot do të prodhojë një proces dialogu të partive politike për të kaluar çështjet e mëdha. Çështja tjetër është çështja e formimit të qeverisë, se VMRO-ja do të përcaktohet dhe BDI-ja do të përcaktohen për një platformë qeverisje që shkon përtej konflikteve partijake.
apo po bën VMRO do të bëj diçka për inati për LSDM-s apo për inat BDI-s apo e kundërta për DSH-ja, kështu që BDI-ja dhe VMRO duhet të marrin shansën të udhëheqin ta transformojnë politikën qeverisjen. Për të thirrë vërtetë partitë në pushtet në rajon ka po thithë njerëz të ri, Vučići me 64% të parlamentit i ka vetëm 9 ministra të vet nga 17, ka marrë të pavarur. Zoti tha që ka shumë ekip të cilë nuk buron nga baza e partisë, Zoti Rama në Tiranë, kështu që duhet qytetarët ka nevojë të shohin që BDI-ja dhe VMRO-ja po sjellën njerëz, po freskojnë, po sjellën njerëz të rinj në nivel ministrash, këshilltarësh, veprimtarësh, ndërtues administratësh, për ta ulë këtë presionin qytetar mbi dhe për mos t'i dhënë zjarr konfliktit politik. Ndërsa për konfliktin politik ky vend nuk të zgjidh as çështjen e emrit, as marrëdhënien etnike pa të gjitha partitë prezente në tavolinë politike. Do të llogarisin, edhe sot e shumë herë do të jetë VMRO-ja pengesë dhe zgjidhje për emrin, por sot do të jetë LSDM-ja e dopt dhe pengesë dhe zgjidhje për emrin. LSDM-ja ka qenë gjithmonë kundër marrëdhënies së VMRO-s në raport me emrin, por kur nuk ka ofruar zgjidhje alternativë për emrin, kur nuk kanë mobilizuar qytetarët dhe kështu që nëse kjo krizë prodhon qeverisje më të mirë, nëse partitë cilat janë në krizë arrin të ndërtojnë platformë dialogu dhe nëse ato arrin të hapen, të transformohen, të fillojnë një transformim, mund të llogarisim që do të kemi zgjidhje. Në rastin më të keq, nuk jam optimist se nuk do të ndodhë ndonjë e keqe, po do të ketë në vazhdim status quo. Nëse themi të fundit fare, do të patë parasysh që Maqedonia është tepër vend i vogël për të ecur për notuar kundër një zhvillimi shumë të madh siç është integrimi evropian. Neve jemi një pjesë e Ballkanit Perëndimor që jemi ishull të rrethuar nga vendet anëtar të Bashkimit Evropian, Rumania, Bullgaria në lindje, ju Greqia, si Slovenia, Hungaria, që në mënyrë të pashmangshme do na përpinin edhe neve. E mira është që kjo gjë të bëhet sa më shpejt, por ajo nuk ka për të frenuar, është një proces pa kthim prapa. Ne shqiptarët e Shqipërisë e dimë dhe jemi dëshmitarë të kësaj gjëje. Ne nuk e nisëm, ne kishim shumë tepër shanse me nis rënien e komunizmit, por neve kemi pasur një regjim që ka frenuar hapësirën dhe mundësinë, por prapë nuk e bllokuan dot sepse ajo është një ortek që të merr përpara. Dhe integrimi evropian është një ortek që merr përpara, kështu që ajo mund vonohet Maqedoni, por kurse si nuk ka kthim prapa. Ne po e presim atë ortek të vijë edhe ne. Shpresojmë se do vi më shpejt dhe nuk do vazhdojmë edhe 4 vite të jemi në këtë status quo nëse gjendet Maqedonia nga 2006. Mos më mbetet asgjë, ju falenderoj që ndatë kohë që ishit bashkë me mua dhe me shikuesit e televizionit Alcat sonte. Asi. Ju e nderuar shikues, ju falenderoj Rumenia. Bashkë mirupafshim, shihemi të njëjtën ardhshme në të njëjtën kohë.